Shqipëria në raport me shërbimin shëndetësor që u garanton qytetarëve të saj, rënditet me vendet e botës tretë, rënditet në vendet në të cilin qytetarët paguajnë gjobën më të madhe në Europë, por dhe në një ndër më të lartat në botë për kujdesin e tyre shëndetësor, ndërkohë që Edi Rama, i cili 12 vite më parë erdhi në pushtet me premtim solem për shtetësi falas, sot merret me çdo gjë tjetër, por jo me dështimin madhor, me pasoja shumë të rënda, qindra mijëra jetë njerëzish në kujdesin shtetësor. Sot shqiptarët vdesin nga smundjet e zemrës 2 herë më shumë se sa mesatarja e Bashkimit Evropian. Të njëjtat shifra janë për smundjet malign, shifrat e vdekshmërisë foshnjore në Shqipëri janë, ose kjo vdekshmëri është 3 herë më e lartë se sa në Malin e Zi dhe në vendet përreth. E vërteta është se Shqipëria përballet me një farmaci apo me një furnizim me ilaçe të cilësisë më të dobët dhe më të pa efektshme, më të pa vlerë. Rikujtoj këtu se një ligj që u garanton të shqiptarve ilaçe të një cilësie me vendet e anëtare të Bashkimit Evropian, ligj sipas të cilit në Shqipëri nuk mund të tregtoheshin ilaçe që nuk tregtoheshin së paku në 2 vende anëtare të Bashkimit Evropian, pra të miratuara nga enti Europian i ilaçeve, i kontrollit të barnave. Ky ligj u zhduk u zëvendësue me ligjin Nushi Doshi dhe sot shqiptarët blejnë në farmacitë e tyre ilaçe jashtë të gjitha standardeve. Kompanitë e mëdha braktisën njëra tjetrën Shqipërinë. Dëshmira tragjike kanë ardhur në mënyrë të vazhdueshme për gjendjen katastrofale në spitalin e onkologjisë. Ky spital, në vend të ishte një institucion shprese për të smur që me heroizëm luftojnë forma të ndryshme të këtyre smundjeve, faktikisht është një stre ku njerëzit nuk vdesin nga smundja, por nga mungesa e ilaçeve për mjekimin e smundjes. Në këtë spital, për 3 vite, janë lanë jashtë funksioni aparaturat jetike të radioterapisë, brakiterapisë për mjekimin, trajtimin e formave të metaplazive të gjirit. Në këtë spital, aparaturat tjera jashtëzakonisht të rëndësishme diagnostike dhe kurative janë lanë për vite jashtë funksioni. Në këtë spital, siç është raportuar,
të smurve u jipen ilaçe të cilat nuk janë të përshtatshme për formën e sëmundjes që kanë, ose e njëjta dozë ndahet të 3 doza sepse ilaçet mungojnë masivisht. Kjo gjendje nuk është vetëm në spitalin onkologjik. Për fat të keq, kjo gjendje është dhe në spitalet tjera publike, ku një i smur, i cili pson një tromboz karotide në arterien që ushqen trurin, diagnozën mund ta bëjnë në spital publik, por heqjen e trombit dhe shpëtimin nga smundja detyrohet ta bëjnë në spital privat, detyrohet që të paguaj. Është krijuar pra një marrëdhënie çnjerëzore në dam të smurve në sektorin publik, midis sektorit publik dhe sektorit privat. Ligje janë miratuar në përputhje me interesa mafioze dhe në kundërshtim me me interesat e shtetit qytetarëve. Buxheti për shtetësinë është disa herë më i ulët. Është 14 herë më i ulët se sa në Gjermani. Por Gjermania nuk është një vend me të ardhura 14 me rroga 14 herë më të larta se Shqipëria. Është një buxhet krejtësisht i pamjaftueshëm. Është 2-3 herë më i ulët se në vendet përreth. Partia Demokratike konsideron emergjencë programin për kujdesin shtetësor shqiptarëve. Në këtë kontekst, ajo në aktin e parë, në buxhetin e parë do të dyfishojë buxhetin për shtetësinë. Në programin e saj, Partia Demokratike do të garantojë në mënyrë të padiskutueshme ilaçe të cilësisë që përdoren në vendet anëtare të Bashkimit Evropian, duke ndaluar me ligj futjen në Republikën e Shqipërisë të çdo medikamenti që nuk është përdorur dhe që nuk përdoret në 2 vendet të Bashkimit Evropian. Partia Demokratike konstaton se sot numri shtretërve për frymë është 2 herë më i ulët se sa në vendin e Bashkimit Evropian. Numri mjekëve për frymë po shkon 4 herë më i ulët. Në këtë kontekst, shtimi i mjekëve, hapja e një fakulteti të dytë mjekësie, me qëllim për të kapur sa më shpejt standardin evropian në mjek për frymë, rikonstruksioni apo ndërtimi i spitaleve të reja, do t'jenë objektiva imediate të Partisë Demokratike. Por, sistemi shtetësor, i cili nga të gjitha sistemet ka hapësuar hemorragjin më të madhe në mjek dhe infermier, nuk do mund të qëndrojë pa dyfishuar rrogat e mjekëve dhe infermierëve në Shqipëri. Si kusht themelor që në Shqipëri mjekët të qëndrojnë
që në Shqipëri sistemi shtetësor të mos të ndalohet kjo rrëkullisje e madhe që ka. Ndaj dhe dyfishimi i menjëhershëm, dyfishimi i rrogave do të jetë objektivi i parë dhe kryesor në ndërhyrjen tonë për sistemin e shtetësisë. Raportet të reja ligjore do vendosen midis sektorit privat dhe sektorit publik. Qeveria do ruaj marrëdhënie vetëm me sektorin privat, jo profit, non-profit. Ndërsa me sektorin tjetër, sigurisht që do lejoj aktivitetet e tyre, por nuk do mund të përfitojnë nga aktivitetet, prokurimet në sistemin shtetësor. Kartela digjitale dhe digitalizimi i saj do të jetë themel i reformës që ne ndërmarrim. Themel i reformës. Shqipëria është vendi i vetëm ku nuk ekziston kartela digjitale, por ekziston kartela një lloj si e fillimit të shekullit 20. Çdo gjë ishte e përgatitur. U la vetëm zbatimi i saj. Gjithçka u rrokullis këto 12 vite. Dhe mbetëm ose u kthyem mbrapa. Pra, një reformë e thellë, shpejtë dhe gjithanshme, në të cilën ka një synim dhe vetëm një synim. Rritja e shpejtë e cilësisë shërbimit shtetësor për qytetarë shqiptar dhe ulja drastike e barrës financiare të tyre në kujdesin shtetësor. Kjo barë sot shko në 60%, në një kohë kur në Gjermani është 12%, në Itali është 21%. 60% është tërë më të lartat në botë. Dhe e tëra është korrupsion. Do anullohen me njërë të gjitha partneritetet qeveritare në shtetësi, funde krye korruptive. Do vjen para ligjit të gjitha ata që u pasuruan mbi jetët e të smurëve shqiptarë. Unë jam optimist se me vendosmëri, me dyfishim të buxhetit, me përfundim të reformës, zbatim të reformës, tashmë të përfunduar, ne do i dyshojmë vërtet do të realizojmë një shërbim shtetësor më cilësorin që Shqipëria ka njohur në tërë historinë e saj. Faleminderit. Zoti Berisha, Ndon Kello nga APC News. Prej 6 javësh na keni premtuar se do e zbuloni vetë kontratën e nënshkruar me konsulentin amerikan Chris Lacivita. Pse nuk po e zbuloni ende kontratën me konsulentin? I nderuar, unë natyrisht nuk bëj Edi Ramën që flet me vete, që shpik edhe fansat dhe i bën pyetje vetes duke mashtruar publikun se mora këtë pyetje nga ajo apo ajo, ndonjë kohë kur ato pyetje nxjerr nga tefteret e veta. Kështu që unë nuk kam si të mos përgjigjem pyetjes tuaj. Ndonë se preferoja shumë që kjo pyetje ose pyetjet tuaja të përqendroheshin për problemet
e mëdha të shtetësisë sonë dhe programi që ne paraqesim sot këtu. Sepse siç e konstatoni, në krahun tjetër Edi Rama ka mashtruar aq shumë sa që me ngjet me njeriu që është stërngopur me mashtrimet e tij dhe tani nuk ka guxim më të nxjerrë mashtrime tjera dhe merret nga mjezi deri në darkë, shndrohet në një banor të parkut zoologjik të avertebrorëve, zhabave, zhapive, të reptilve, e tjerë, dhe nuk flet një fjalë për përgjegjësitë që ka para qytetarëve, qoftë në ato që ka bërë, qoftë në ato që do bëj. Po unë nuk jam ai. Unë do të përgjigjem. Ju garantoj se ajo kontratë, me të gjitha burimet se ku është marrë çdo qindark, do të bëhet publike ditën që të përmbushet detyrimi ligjor i dorëzimit të saj në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, siç na detyron ligji. Kjo është përgjigjja ime për te. Zoti Berisha, Marsi Koreshe nga Syri Televizion, duke qenë se that pak më herët që Rama merr pyetje të para përgatitura në rubrikën e tij Sy më sy, një pyetje që është bërë nga qytetarët sot lidhet pikërisht me akuzat e opozitës dhe tuajat publikisht se ai ka marrë de facto në dorëzim Bashkinë e Tiranës, por Edi Rama është përgjigjur sot se në fakt nuk është në krye të Bashkisë së Tiranës. A keni një përgjigje për këtë deklaratë dhe për deklaratën e tij tjetër që ka dënuar sulmet sipas tij kafshërore që ju i keni bërë kreut të Spakut Altin Dumani duke marrë në mbrojtje dhe duke shprehur solidaritetin për të. Faleminderit. Kjo lidhur me pjesën e parë të pyetjes se kush qeverisë Bashkinë e Tiranës, kjo është e faktur. E faktur është një zonjë që quhet Anuela Ristani, e cila u shkarkua nga kryetari në qeli i detyrës, do të pranojmë se është në qeli, por është kryetar. Pavarësisht ai është kryetar. Dhe u shkarkua, u emërua një zonjë tjetër, e cila u thirrë dhe u kërcënua nga Edi Rama në mënyrë më pak dinjitoze. Dhe jo vetëm u kërcënua ajo zonjë, po ajo u dëbua nga puna, sepse Erion Veliaj e emroi atë nënkryetare bashkie dhe i delegoi firmën si njeriu që i besonte të kryente veprimet që duhet kryente në vend të kryetarit. Pra, këto akte janë publike, nuk janë të fshehta. Është Edi Rama ai që ka ndërhyrë në mënyrë brutale në shkarkimet dhe emrimet në Bashkinë e Tiranës. Por, me që jemi këtu, dhe që ligji e ndalon në mënyrë kategorike çdo akt dhe çdo veprim të pushtetit qendror mbi pushtetin vendor. Ato, thot ligji dhe gjykata kushtetuese, mund bëhen vetëm nëpërmjet padive në gjykata. Kryeministri, në qoftë se ka një mosaprovim, një konstaton ose gjykon se qeveria vendore bëri një akt të paligjshëm, ai mund t'i adresohet gjykatës për aktin e tij dhe jo të marrë asnjë veprim ekzekutiv ndaj tij. Këto janë shumë të prera. Tani, sigurisht rrofte qoftë Altin Dumani, thot ai. Kjo është gjëja më s'ka njeri, sepse po të mos Altin Dumani, para se t'ishte Erion Veliaj në qeli, duhet ishte për djegësin Edi Rama. Po të mos Altin Dumani, një lloj siç është me Gonigali në Shtetet Bashkuara në Burg duke vuajtur për shfetin që ka marrë nga Edi Rama, duhet ishte Edi Rama. Po të mos ishte Altin Dumani,
nuk do pastrohej. Nuk do pastrohej Olsi Rama, i cili mashtronte publikisht se ka udhëtuar vetëm një herë me makinët e bosëve të trafikut, në një kohë kur unë kam dokumenta që ka udhëtuar 5 herë. Po të mos ishte Altin Dumani, natyrisht, Linda Rama e regjistruar se ka ndërhyrë në tendera për kunatën e saj, Armand Fangu, duhet ishte para drejtësisë. E si të mos thotaj rroftë e qoftë Altin Dumani? Natyrisht ka të drejtë. Asnjë. Po të mos ishte Altin Dumani, Lubi Balluku do ishte 5 kate më thellë se Erion Veliaj. Se Erion Veliaj ka përdorur gjithsej, Hajdut si ai, ka përdorur gjithsej 5 ose 6 miliard euro. Lubia 12 miliard euro. Dhe ku janë? Absolutisht qindark për qindark, investimi i tyre me objekte që ndërtua, kosto e këtyre objekteve nuk shkon më shumë se 1.3 miliard euro. Të gjitha tjerat janë vjedhur. Po të mos ishte Altin Dumani, rroftë e qoftë, Edi Rama, që shkon i paguajnë tjetër biletën 20.000 euro, 28.000 euro në stadium, në kundërshtim flagrant me ligjet e Shqipërisë dhe konfliktin e interesit. Dumani ja numëron Arben Ahmetajt 6.000 euro apo 4.000 euro apo sa janë të hoteleve që ja ka paguar dikush. Po nuk ja numëron 28.000 euro të biletës për në ndeshjen e futbollit amerikan. Po të mos ishte Altin Dumani, Edi Rama do ishte aty ku e meriton basi, siç kanë faktuar dokumentat. Ai për pagesat që janë bërë për charterin, ka dhanë leje dhe ndërtimi dhe komplekse ndërtimin në konflikt hapur interesi, më thuaj atëherë, ai duhet të bëj nga mëngjesi gjërndar, lavde, elozhe dhe tilpijet Altin Dumanit, sepse qëndron aty pikrisht se Altin Dumani është bërë mburoj e këtyre vjedhjeve dhe këtyre krimeve të paimagjinueshme, të gjitha dokumentuara këto që thash. Po të mos ishte Altin Dumani, më thuani ju mua, a mund të ndodhte që një vepër publike, siç është djegësi i Tiranës, 130 milion euro, që nuk ekziston asnjë asnjë, të mos i faturohet njerëzve kryesor, po 2 drejtorëve. Në një kohë kur kryesor, pronar dhe njerëz kryesor janë Edi Rama dhe Erion Veliaj. Po të mos ishte Altin Dumani, Edi Rama dhe Erion Veliaj do ishin të akuzuarit më kryesor për djegësin e Tiranës. Por Dumani akuzon njeriu që refuzoi 5 herë Arben Ahmetajn dhe mbron Veliajn jo për këtë, se Veliajn a e çoi me një dosje tjetër, a i firmosi për Veliajn, po jo për këto, jo për vjedhjet më të mëdha. Po të mos ishte Altin Dumani, 5D-ja nuk faturohej. Vetëm 2 apo 3 drejtorëve.
po i faturohej Erion Velis dhe Edi Ramës. Po Erion Velia nuk ju faturohej sepse është Edi Rama mbrapa. Pra, po të marrish kështu, Shqipëria ka një sistem në të cilin një njeri përcakton çdo gjë. Të bëj një pyetje unë. Si u duket ju? Marrin të burgosurin e ndryjnë aty. Dhe pastaj shkojnë dhe publikojnë statuse në emër të tij. Dhe ato statuse, sipas burimeve që duhen hetuar, janë të shkruar nga dora e Edi Ramës. Ju jeni gazetar. Ju ftoj çdo gazetar të marrë statuset e pretenduara si Erion Velis dhe të lexoj artikuj që Edi Rama publikonte në emrin e gazetarit Blendi Mane. Ato janë të ngjashme si dy pika ujë. Mirë po, është pikërisht Altin Dumani që këto nuk shkon. Nuk e nxjerr. Po të mos ishte Altin Dumani, krimi elektoral do ishte ndëshkuar. Ai nuk ndëshkohen dosjet, sepse çojnë te Edi Rama si dosja e Durrësit, dokumentuara të regjistruara në përputhje me procedurat ligjore të vendit. Qoftë dosja e Durrësit, qoftë dosja e Peshkopisë, që të dyja përfundojnë te Edi Rama. Atëherë, më thuj mua, ai edhe këpucë duhet t'i fshi Altin Dumanit. Pyetje tjetër, faleminderit.